Restaurant de l'Hôtel de Ville në Kryqëzir të Zvicrës është një aktivitet me histori, shumë yje Michelin dhe i njohur për kuzhinën e lartë franceze, shërbimin e shkëlqyer dhe mjedisin elegant në rrethinat e Lozanës. Ai e ka ruajtur këtë ushqim prestigjioz dhe reputacionin që gëzon për dekada, 19 nga 20 pikë në guida të ndryshme. Salla elegante e ngrënies, lista e verërave tepër cilësore dhe gastronomia e balancuar midis tradicionales dhe modernes respekton plotësisht filozofinë e restorantit. Menuja e degustimit fillon nga një çmim rreth 390 euro për person. Në të kanë punuar mjeshtra ndër më të njohurit në botë sa i përket artit të kuzhinës, të cilët vit pas viti kanë trashëguar të njëjtat receta, duke i përshtatur ato me sezonet e vitit. Në këtë mënyrë, Shia ofron një mënyrë organike dhe pa ndërhyrje në receta. Ekziston një tavolinë e veçantë e kuzhinës ku mund të shihet nga afër puna e ekipit të saj, por rezervimi bëhet veçmas. Kritikët e vlerësojnë këtë restorant si një tempull të gastronomisë me një histori unike dhe një përkushtim të palëkundur ndaj ekselencës kulinarike.